Përshëndetje nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Eko Puls me mua Fatos Soçolin, drejt nga studio kryesor e televizionit Skand, si çdo të mërkurë mbrëma, ora 20:00. Duam të flasim për investimet e huaja, sepse ka ndodhur një ngjarje për gjykimin tonë me shumë rëndësi, pak ditë më përpara, dhe prandaj e kemi titulluar sot Investimet e huaja ku jemi. Është zhvilluar një summit pikërisht në datën 17 maj dhe kanë qenë mbi 1.4 triliard euro apo dollar vlera e përfaqësuesve të kompanive gjigante, vërtet gjigante në mbar botën, që kanë ardhur ose janë lidhur përmes online internetit në këtë summit të zhvilluar në Tiranë. Sot për të folur pikërisht për këtë summit, por edhe për shanset e investimeve tona të huaja për vitet që vinë, ndoshta edhe për 4 vjeçarin e qeverisë së re që do të betohet para kuvendit në shtator të këtij viti, kemi zotin Reinaldo Pipiria, drejtor ekzekutiv në Area. Zoti Pipiria, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kënaqësi. Doktor Enrico Cecco, pedagog, Instituti Kanadez i Teknologjisë, London Metropolitan College, dega e Ballkanit. Doktor Cecco, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, kënaqësi. Zotin Alban Zusi, drejtori i Qendrës për Eksportet Shqiptare. Zoti Zusi, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma. Dhe miku në emisionit, zotin Zef Shtjefni, sipërmarrës dhe gazetar i njohur. Zoti Shtjefni, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirë se u gjej. Po ndjekim një insert të parë që kemi përgatitur dhe pastaj menjëherë do t'i kthemi pyetjet me të ftuarit tanë. Më 17 maj në Tiranë, nisma investimeve të huaja të ardhshme, një OJF e mbështetur nga Fondi Publik Arabo-Saudit i Investimeve bashkoi në një summit me titull Përparësia Europa, liderët politik, drejtues të korporatave të mëdha ndërkombëtare dhe investitor global për të diskutuar rreth inovacionit dhe të ardhmes së investimeve në Europë, duke parë Shqipërinë si port hyrëse të këtyre investimeve në Ballkan. Summiti u përshëndet nga presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili theksoi rëndësinë strategjike të Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor, duke i ftuar investitorët e huaj të mbledhur nga nisma që të besojnë në potencialin e Shqipërisë dhe rajonit. Viti i kaluar dha shifër rekord prej 1 miliard e 584 milion euro në investime të huaja direkte në Shqipëri, ose 92 milion euro më shumë se viti 2023. Njerëzit që ishin në sallë dhe online në Teatrin e Operës dhe Baletit më 17 maj përfaqësonin disa ndër investitorët më të mëdhenj në lindjen e mesme në Europë dhe në Amerikën e Veriut. Kishte përfaqësues nga kompani investuese të Emirateve të Bashkuara Arabe, nga kompania italiane Leonardo e njohur në sektorin e mbrojtjes, nga kompania Rheinmetall me qendër në Düsseldorf, një nga 5 prodhuesit industrialist më të mëdhenj në Gjermani e të tjerë. Shqipëria në summit u cilësua si destinacion tërheqës për të bërë biznes. U fol në mënyrë konkrete për projektin e interkoneksionit të kablove energjetike në ujore Shqipëri-Itali prej 1 miliard euro, bashkëfinancim mes një kompanie publike të Emirateve të Bashkuara Arabe, qeverisë italiane dhe Shqipërisë. Investitori amerikan Jared Kushner foli për tërheqjen e jashtëzakonshme të projektit të tij nga aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, që shumë shpejt do të vihet në funksionim. Sektori që po udhëheq investimet e huaja tek ne është ai i blerjeve të pasurive të paluajtshme me 379 milion euro. Prej vitesh të huajt po investojnë në pronat patundshme, ku rreth 1/3 e banesave të shitura blihen nga të huajt, kryesisht në zonat rreth qendrës së Tiranës dhe në Bregdet. Investimet në tregun e pronave të patundshme ndiqen në vend të dytë nga investimet e huaja në industrinë nxjerrëse me 214 milion euro, në vend të tretë nga industria përpunuese me 173 milion euro dhe në të katërt nga energjia elektrike me 166 milion euro. A mund të kontribuojë Summiti i Tiranës me ndryshimin e kësaj renditje për 4 vitet të ardhshme me energjinë elektrike dhe turizmin në vend të parë dhe të dytë? Pam insertin, i lutem regjisë grafikun e parë, zoti Pipiria. Doja ta nis me ju duke para setet e përfaqësuesve të kompanive të pranishëm fizikisht apo online në Tiranë në 17 maj. Ju vetë ishit një pjesëtar i këtij summiti që kalon mbi 1.4 triliard euro. Vërtet të vjen pyetja, çfarë fituam konkretisht? Ka disa dinamika fatikisht edhe disa komponentë gjatë summitit. E para, unë nuk do ta shikoja summitin të ndarë nga summiti politik. Pra mendoj që kanë qenë dy evente, po themi dy ndodhi
Një që kishte bënde me geopolitikën, samiti i komunitetit politik evropian, dhe e dyta ishte samit që kishte bënde me geoekonominë. Dhe ky i dyti ndodhte për herë të parë në Europë, sepse ka ndodhur në Riyadh, në nëndorin e vitit kaluar ishin 30.000 pjesëmarrës. Ka ndodhur në Riyadh dhe ka ndodhur në Miami dhe po themi në Brazil, në Miami dhe tani në Europë për herë të parë. Ishte edicioni i 6 dhe për herë të parë në Europë në Shqipëri. Për herë të parë në Europë në Shqipëri. Kështu që vetëm të llogarisim vëmendja dhe marketingu që është bërë Shqipërisë në ato ditë nuk e paguan dot, domethënë për gjithë historikun që ne kemi. Për te mesazheve, imazhi, patjetër që imazhi ishte kryesor. Ka pasur njerëz dhe investitorë, siç e përmendët, që kanë portofolë të rëndësishme, të cilët për herë të parë vizitonin Shqipërinë dhe kanë qenë të surprizuar nga dinamika, nga jeta, nga energjia, nga ajo çfarë ofron Shqipëria. Në të njëjtën kohë, ky imazh po të llogaritet edhe me thirrjen që ka bërë publike vetë presidenti i Francës, që është koha të investohet në Shqipëri, sepse Shqipëria është një vend stabil. Shqipëria është një vend i besueshëm. Shqipëria është me një rol kyç, në një nyje shumë të rëndësishme të një korridori që pak herë ne e flasim, pra nuk po flasim vetëm tashmë për dy korridore tradicionale, korridori 8 edhe koridori Adriatiko-Jonian. Pra teti që koridori blu që quhen. Koridori blu, teti që fillon në Brindisi ose në Bari, nëse s'jam gabim, pra Brindis-Bari shkon deri në Varna. Ish via Egnate që shkon deri në Bullgari dhe koridori Adriatiko-Jonian që është nga Trieste, nëse s'jam gabim, deri në Athinë, po themi deri në zemër të Greqisë. Por ka një koridor të tretë që është Ajmeku, që është Indi, Middle East, pra lindja e mesme dhe pastaj deri në zemër të Europës. Dhe Shqipëria ka një rol në këtë. Pra është një koridor tjetër i cili sjell një tjetër vëmendje në Shqipëri. Dhe thënë kjo nga një nga dy drejtuesit kryesorë, ose 2-3 drejtuesit kryesorë të Europës. Sot ka presidenti francez është politikani i dytë më i rëndësishëm paktën në Bashkimin Evropian. Të paktën në këtë situatë kemi fituar shumë. Është për të parë se si ky momentum, pra momentumi politik dhe momentumi ekonomik, do të përkthehet, se si duhet të përkthehet në biznes dhe në ekonominë shqiptare. Një nga pjesët e samitit ishte dhe fjala e zotit Kushner, i cili e vlerësonte temase Shqipërinë, lokacionin dhe nga ana tjetër projektin e vetë si një projekt magnet. 60 milje tha. 60 milje nga në Sazanin, kur të vinë Sazan jam 60 milje nga Italia, 60 milje nga Greqia, nga Korfusi. Pra ka një pozicion shumë mirë dhe ai për pos vetë vlerës së projektit, është një projekt magnet. Që ka të thot, në një moment kur ai projekt është live, është real në Shqipëri, ka interes. Dhe mendoj që nuk do të pritet deri në momentin që do të jetë, por tashmë interesi ka filluar në Shqipëri, sepse nuk kemi më vetëm një tregje nga tregje tradicionale, por ka një interes të shtuar nga fondet publike, po themi fondet sovrane të Arabisë Saudite, por edhe në të njëjtën kohë të Emirateve të Bashkuara. Pra ka kompani të cilat janë duke u sjell vërdall Shqipërisë dhe duke parë lokacione ku mund të investojmë, sepse Shqipëria, përveç pozicionin, ngjelet akoma një treg ekonomik. Pra, kërkesa kapitale për të hyrë në Shqipëri nuk është shumë e madhe. Pra, me pak para ti mund të bësh shumë çka në Shqipëri. Zoti Zusi, në gjithë memorien tuaj, jo vetëm si përmarrës i suksesshëm, por për një periudhë kohore keni shërbyer edhe në nivelet më të larta të vendimarrjes ekonomike të vendit, keni qenë zëvendës ministri i Ministrisë Bujqësisë. Si e shikoni këtë moment për investimet e huaja? Ky është momenti më i mirë që kemi pasur ndonjëherë, duhet ta pranojmë o ta pranojmë me gëzim, që është momenti më i mirë historik i Shqipërisë për të bërë një ndryshim rrënjësor dhe cilësor në zhvillimin e vendit. Kemi arritur të bëjmë një PR jashtëzakonisht mirë politik. Pra kemi arritur të... Dhe zoti Pipiria e tha që janë dy ngjarje që u lidhen me njëra tjetrën, si vëllezërit siames. Kemi arritur të krijojmë një imazh shumë të mirë për natyrën e vendit dhe për disa karakteristika, le të themi, antropologjike, apo si të duash le ta quajmë të vendit tonë, sepse unë vëre nga pjesëmarrja në Panajire, nga takimet me partnerët ndërkombëtar, kudo që shkoj... Ka një peshë tjetër, më të rritur. Sa po prezantohem Albania, okej, o do më thonë që kemi qenë në Shqipëri, o do më thonë që kanë ca miq të tyre që kanë qenë në Shqipëri dhe janë kënaqur, o do më thonë që jemi duke planifikuar për të ardhur në Shqipëri. Pra,
nga një vend ku para 10 vitesh kur prezantohesha Albania, okej, ç'a bëni ju atje? Tashmë shifet me një sy tjetër, shifet me interes, ka dëshirë për të folur, për të biseduar, për të ofruar, për të krijuar marrëdhënie, për të krijuar partneritet. Pra, janë bërë këto dy lloj marketingjesh, le të themi, politika ka bërë punën e saj mirë, do të thoja, në këtë pikpamje, por edhe turizmi, me gjithë rezervat që ne kemi për turizmin, sepse presim edhe gjëra, presim edhe role të tjera të kryhen nga turizmi, si që është ai i shitjes produktit vendas dhe jo i shitjes së produkteve të importit, por pjesën e imazhit e ka përmirësuar ndjeshëm. Tashmë është detyra jonë që të kalojmë edhe reforma e drejtësisë, pa diskutim që ka bërë saj, ka bërë të vetën, është... Ndihemi si shtet më serioz. Ndihemi më serioz, patjetër. Me veprimet e drejtësisë. Jo rrallë, nuk është se të thuhet shpesh, por jo rrallë herë kam pasur edhe këtë që jeni duke bërë edhe një reformë drejtësie. Tashmë ka ardhur momenti që ne duhet të hedhim syt nga ekonomia. Kjo është e gjitha. Nga ekonomia një, dhe ekonomia duhet të jetë pa diskutim e bashkëshoqëruar me zbatimin e ligjit në jetën e përditshme në vend. Nuk është zbatimi i ligjit vetëm të fusësh 5-6 politikanë të lartë në burg, qofshin këto edhe kryeministra apo ish kryeministra tjerë. Zbatimi i ligjit është që kur ti të shkosh në dyert e administratës publike në nivele kapilare, e drejta jote, e drejta qytetarit, e drejta biznesmenit të respektohet në maksimum, të respektohet një llojësi e drejta e shtetit, pra siç punojësi publik dridhet dhe trembet, po që se dikush do ja kapi shkelje diçka në dëm të shtetit, po kaq duhet të dridhet dhe të trembet. Në rast se shkel interesin e sipërmarrësit shqiptar apo të huajt sidoqoftë. Sepse apo qytetarët shqiptar. Sepse ne edhe në është regjur lëkura, ne jemi mësuar deri në një farë piket me këtë punë, po ecim ashtu si po ecim. Por me sipërmarrësin e huaj, në qoftë se do vinë sipërmarrësit e huaj dhe do të gjejnë këto lloj qasjet, ku e drejta atyre mund të shkelet se I largojnë menjëherë automatikisht. Do largohen menjëherë. Kështu që ekonomia, tashmë syt nga ekonomia, kemi një rast fantastik të shkëlqyer për të bërë ekonomi, për të mbajtur njerëzit këtu, për të rritur rrogat, për të krijuar mirëqenie dhe në fundit për të arritur ato që kemi 35 vjet që e synojmë. Rast fantastik për të mbajtur njerëzit tanë këtu. Sinqerisht, doktor Ceko, më impresionoi fjalët e zotit. Unë jam shumë dakord me të dy parafolësit. Kur flasim për investimet e huaja, duhet të ndajmë cilat janë parakushtet për investimet e huaja dhe cilat janë kushtet për investimet. Ne I kemi parakushtet për investimet e huaja. Kemi pozitë mirë gjeografike, kemi një klimë shumë përshtatshme, kemi një popullsi që sillet mirë me të huajt, I respekton, dhe jemi dashamirës. Kemi një popullsi që mëson lehtë gjuhë të huaja, përshtatet mirë. Kemi kosto në lidhje me pagat, kemi paga më të ulta se pjesa tjetër e Evropës. Këto nuk janë kushte për investimet, këto janë parakushte. Dhe kur flasim tani për çfarë mund të bëjmë për ekonominë, kushtet për të patur investimet të huaja janë një sistem fiskal I përshtatshëm për ata sektorë për cilët do bijem dakord që do ketë investimet të huaja. Se nuk do e hapim portat në gjithë sektorët, duhet bim dakord. A kemi nevojën të themi që ka sektor strategjik Shqipëria apo jo? Unë mendoj që nuk duhet të themi ka sektor strategjik apo jo strategjik. Shqipëria është strategjike e gjitha. Dhe duke konsideruar Shqipërinë strategjike si të gjithën, atëherë hajde të diskutojmë se cilët janë ato drejtimet e ekonomisë ku ne mund të bëjmë lehtësira fiskale, mund të bëjmë lehtësira doganore, a mund të ngrejmë një model investimesh të huaja që është I tipit offshore, sepse edhe kjo është një mundësi, a mund të ngrejmë një model investimesh të huaja që të jetë I tipit licencim franchise, a mund të ngrejmë një model ekonomik ku të bëhet fjalë për zonat lira ekonomike, të kombinuara me sistemin e edukimit dhe digitalizimin, ku futen këto, teknologji informacionit, fintech, e ku dion. Unë kam I përvojë paktën time personale, nga që kam edhe marrëdhënie shumë të mira me shumë universitete në Evropë. Britania, zonën e Leedsit, e ka kthyer në Leeds Metropolitan University. Është një qytet shumë I madh, I cili është në dispozicion. Portugalia, Porton, qytetin e dytë në botë Portugalisë, I ka mbi 1.2 milion banor, që është pothuajse sa zona Tiranë Durrës.
e ka qytet universitar. Ka 8 universitete, 2 në cilat janë 2 në 10 universitetet më të mira të Evropës. Ama kanë me mira studentë huaj, të cilët vijnë, mësojnë, Portugalia studentët më të mirë të huaj i mban dhe i përdor ata për të zhvillu biznese, për pedagog tjera, për të kriju mundësi për ekonominë. Pra, duhet jemi çik mendje hapur. Ta replikojmë si thua këtë lloj eksperiencë. Para eksperiencë. kushtet ti përdorin për atë momentumin për cilin po diskutojmë dhe të hidhemi tani që të realizojmë, si thosh, një kuadër kushtesh për të pritur investimet e huaja. Mund vjen mirë që ju përmendët ato kompanitë që morën pjesë aty, janë ajo Fondi Arab, Publik Arab. I lexojmë së bashku me lejen tuaj, doktor Ceko. Fondi Publik i Investimeve i Arabisë Saudite asete 925 miliard, po, rreth 1 trilion dollar. Të tjerat janë nga 200, 300. Masdar 264, mbi çerek triliardi, Rheinmetall Gjermani rreth 200 miliard, Leonardo Italia asete 33, 1.4 triliard janë vetëm Një specifik për Rheinmetallin, duhet të përmendim që Rheinmetall është partneri më i madh i SAP-it. Çfarë është SAP-i? SAP-i është kompania më e madhe në botë që prodhon software development, është në Gjermani. Pra, zhvillues e programeve kompjuterike. Po. Nëse ne arrim që Rheinmetallin ta kemi partner për investimet tuaja, ne kemi shans shumë të madh që menaxherët shqiptar që do punojnë në këto kompani do përdorin software menaxhimi që nuk i kanë në vendet e tjera të botës. Janë licenca. Pra një shenjë shumë zemërgjonse që Rheinmetall ishte. Po çfarë do thotë kjo? Nëse ti krijon një stres menaxheriale të mirë që din të përdorin këto, Enterprise Resource Management Software, atëherë ti e ke të gatshme një klasë menaxherësh dhe ai huaj që vjen thotë, "Ore, po shkoj atje se aty ka menaxherë të mirë." I ka trajnuar Rheinmetall. Mjafton kaq. Që din të menaxhojnë burime njerëzore, burime natyrore, burime financiare. Zoti Shtjefni, ju zakonisht dëshironi që ta merrni fjalën pasi situash miq të tjerë të panelit e kanë folur diçka të tyre dhe jo më kot në gjykimin tuaj. Folëm pikërisht për to emra të mëdha. Juve si e përjetuat këtë summit si përmarrës, i suksesshëm në radhë parë, por edhe si gazetar, juve keni qendër të parët që keni hapur gazetarinë e pavarur në Shqipëri, që nga në vitin e largët 1991, me konto. Kur ke kolegë të mençur në panel është më mirë dhe dëgjosh, kështu që komplimente për gjithë shka thatë, unë për vete e shikoj summitin që në krahasim me ngjarjet politike sikur ngeli pak në hije, por në fakt rëndësia Prandaj edhe organizuam këtë shumë herë më e madhe e summitit ekonomik. Dhe jam plotësisht dakord me ato që tha Renaldo që u bë një publicitet i jashtëzakonshëm, lobimi i madh për Shqipërinë, sepse aty del që Shqipëria është vend stabil. Edhe në fjalën e Macronit e të gjithë të tjerëve, shqyr që Francën tani më në fund e kemi me vete. E dytë që viziton Shqipërinë. E hangri një shpull të ditë, po shpesoj të mos ketë efekt ajo, negativ për ne. Nuk është pak. Kishim një histori të të... Si gazetar më takon nga qik me thumbu. Me shpull pa shpull nga e të dyre. Kështu që mendoj se këto që tha Renaldo janë fiks ato që vizoj summiti që u bë. Shqipëria është vend stabil e para. Është garanci për investitorët. Pastaj, Shqipëria është vend dinamik. Unë, Albani, siguri, profesori nuk e di, udhtojmë shumë në për vende fqinjë, sepse kemi edhe raport të punës. Shikon, nuk e kanë të tjerë të dinamizëm që kemi ne. Nuk e di a bëron nga brenda nesh, apo bëron nga kushte që janë krijuar për të punuar. Po të pysim qeverinë, sigurisht të merita është e jeme, po themi se kemi meritën edhe biznesi që kemi dinamikën e brendshme që na bën që mos flem gjumë. Një panajir në Spanjë para një jave, që bëj për herë të parë në Spanjë një panajir suplement dhe ushqimor, po i nivelit lartë. Mendova do jem tek pull atje, thash, s'do njoh njeri, s'do njoh njeri. Gjetat paktën një 7-8 sipërmarrës shqiptar. Shqiptar, nuk ishte vetë shqiptar. Jo, absolutisht. Në Barcelonë. Një fjali shumë të shkurtër. Ka një studim për dëshirën për risk në Evropë dhe shqiptarët renditen shumë lartë.
Pra, vend stabil, Zoti Shefni? vend dinamik, me dinamizëm të madh, se shifet çfarë ndryshimesh po ndodhin brenda muajve, dhe vend strategjik. 3 gjëra që summitin ai evidentoi kështu më të madhe. Strategjik jemi. Kemi fatin ton, partë tonë e kanë mbrojt këtë cop tokë, e ne kanë trashëguar ne. Inshallah po e zgjerojmë që këtë zonën shqiptare që Zoti Pilpiria foli edhe madje për një korridor të tretë që nuk e kishim menduar. Mirë po, Është të rëndësishëm mirë po. nga Kina dhe India. Tani, vinë këtu investitor gjigant botëror në një vend vogël, që po përmend Mazdari, që është Po, i Ka lutem marrë regjis përsipër- grafikun e dytë për ka profilin e marrë Mazdari. përsipër të investojë Shqipëri 30 miliard euro për energjinë e pastër. Deri në fund vitit 2030, mos gaboj Ronaldo. Po këto janë shifra marramendse, po janë shifra të mëdha. 30 miliard euro është një herë gjysmë buxheti i shtetit tonë. Kështu që janë shifra marramendse. Plus 1 miliard për vjen linjën e Shtrihjen e lidhjes me kablit Italinë elektrik, në ujë. por edhe një Që koncesion sigurisht që italianët e shohin reale këtë investim në Shqipëri, se po shtrin kabllin që ta marrin energjinë, se s'do na duhet që ta jo neve. Kështu që realisht duhet jetë e sigurt që të mos mendojmë për pralla tani e fantazira. Pra, kapitale të tilla ose kompani të tilla si Mazdari që investon në 83 shtete të botës, ka hedhur syt nga Shqipëria për 30 miliardë euro. Që mu më duket gati e pabesueshme, por për dresta italian thonë, të bëjmë linjën, mashton besimin që mund të ndodhë. Kështu që prapë se prapë them, në krahasim me rajonin. Ne jemi prapë mbrapa dhe themi, po na ndodh një gjë, një hata e madhe, po na ndodh një gjë shumë e mirë, sepse kemi punu mirë gjithë të kohë, kemi kryu stabilitet, kemi prosperu dhe Momenti më i mirë, tha në zoti. të gjithë shifrat e ekonomisë dhe të buxhetit tonë. Por në krahasim me vendet e Ballkanit ku jemi, them, Serbia po thith 5.62 miliard dollar. Po, me drejt. Ndërkohë ne jemi në vend dytë në Ballkan me 1.59 miliard. Shikoj çfarë diferencë që kemi me Serbinë. Pra, jemi akoma lart dhe shpresojmë që ky summit të ketë zgjuar interesin vërtet për investime të tjera shumë të mëdha që t'i afrojmë Serbisë, se ne konkurrentin tonë Serbinë kemi këtu. Okej. Shiko, po, unë doktor mendoj Ceko? shumë shkurt për këtë pjesën e Serbisë. Serbia është diku te 75-8000 km2, ka 7 milion banor. Kështu që po ta shohësh në këtë përpjesëtim, Tre fiqi ekonomisë tonë. edhe po pastaj do të shikosh edhe gjë tjetër, që ekonomia e Serbisë është në Serbi ka qenë një pjesë e mire e ekonomisë ish Jugosllavisë. Kështu që ndikon shumë. Tito voli 20 miliard dollar në periudhën e vet kur ishte dhe pjesën më të madhe e këtyre dollarëve ishte në territorin e Serbisë aktuale. Edhe ai dollar në atë vlerë të Ai asaj dollar. kohe. Pak vajtin Kroaci dhe Sloveni dhe pjesa tjetër nuk mori gjë. Malizi, Maqedonia dhe Kosova s'morën gjë nga investimet e huaja. Mos harrojmë që në vitin 90, kur ra, si thosh, regjimi lindor, Serbia në krahasim me republikat e tjera të ish Jugosllavisë doli shumë e fuqishme në aspektin e industrisë. Pjesën më të madhe të industrisë së rënd e kishte Serbia. Industrinë e lehtë, ushqimore, kimike e kishin Kroacia, Slovenia e tjera. Kështu që unë mendoj që neve nuk duhet synojmë të krahasohemi me Serbinë, ne duhet kërkojmë të krahasohemi me Zvicrën, me Belgjikën, me Hollandën, me Izraelin, që janë vende edhe që si pak a shumë me madhësi, me popullsi, kështu plus minus. Këto janë vendet me të cilat duhet krahasohemi edhe në aspektin e legjislacionit dhe në përvojën që kanë ato për krijimin e këtyre offshore, zonat lira ekonomike, këto modelet që përmenda unë, modelet universitare, dhe të mos harrojmë për shembull që sot kemi një koncept të ri për investimet e huaja që bëhet fjalë për ato që quhet greenfield edhe brownfield. Greenfield është kur ai e fillon nga zero. Ne kemi këtë mundësinë t'ja japim shansin një si punë e Kushnerit, e fillon nga zero. Po dhe brownfield ka kompani të mira në Shqipëri, të cilat patjetër që mund të hidhen në treg dhe të bashkëpunojnë me të huajt. Si rasti i Melias, për shembull, marim unë kam pa kompaninë e Albanit. Albani ka know-how, shumë të mirë, po i duhet një mbështetje teknologjike, që patjetër që mund të ketë një bashkëpunim shumë të mirë, know-how me teknologji. Në fushën e vetë është ndër eksportuesit më të rëndësishëm në rajon. Dhe pashu ka dhe kompani tjera që janë shumë të mira, po aq i kanë mundësit. Ne duhet i japim shansin që të ketë fuzion, të ketë fuzion parash. Po, zoti Pipirian? Unë mendoj, ka pasur një moment nëse marrin fjalën e zotit Macron,
që nuk është reflektuar shumë në media, por që mua më ka lënë me një përshtypje që këto janë 3 mundësi të arta për ne. Bënte thirrje e Europës që në këtë periudhë Europa duhet të merret me 3 çështje kyçe përsa i përket pjesës së ekonomisë, pjesës së zhvillimit vet. Telco, telekomunikacion, energji, edhe defense, edhe mbrojtje. Pra këto janë 3 prioritetet. Rheinmetall dhe Leonardo janë 2 kompani, Rheinmetall është gjigant, është në shumë gjëra, edhe tha bukur Dr. Ceko, por Leonardo është shumë... Këto janë 3 prioritetet në të gjithë dinamikën që ka sot Europa, duke pasur parasysh dhe pjesën e Rusisë në background, pra pjesa e komunikimit, pjesa e energjisë dhe pjesa e mbrojtjes. Me pjesën e mbrojtjes, di që ka një zhvillim, po themi me fabrikat që duhet prodhojnë municion në Shqipëri. Pjesën e energjisë mendoj që kemi bërë goxha punë. Është deklaruar të paktën që për 4 vite të ardhshme. Po themi kemi pritur si çështje. Luftarake me një kapaciteti të rëndësishëm. Pjesë e energjisë besoj që jemi pjesë me atë kapacitet që ka Shqipëria, qoftë me energjinë hidrike, panelet, me gjitha. Mendoj që një zonë tjetër, një fushë ne mund ta zhvillojmë është pjesa e lidhjes të komunikimit, pra telco. Telco mund të jetë një mundësi, por nga ana tjetër, atë që gjë e dytë që ngeli në vëmendje është që Shqipëria është port hyrëse për Ballkanin dhe më gjerë. Mendoj që ne nuk mund ta shesim dot ekonominë shqiptare të izoluar. Pra kjo është shumë e qartë, ka qenë e qartë në gjithë të kohë. Pra do ta shesë Shqipërinë me të gjithë aksesin që të jep si qendër rajonale. Si qendër rajonale. Përndryshe është pak e vështirë, dhe gjithë me investimet që vinë, është pak e vështirë për një treg 2.4 milion banor, domethënë, praktikisht. Pra duhet parë si një qendër e cila vjen tek Shqipëria në një vend stabil dhe besueshëm dhe hyn në një rajon që ka dinamika. Dhe po them, lavdizoti që jemi stabil dhe të besueshëm dhe kemi shumë favore ndryshe nga pjesa tjetër e rajonit. Pra nuk duhet ta për marr prap fjalën e zotit Macron, në një botë të çmendur si kjo e sotme nuk duhet t'i nënvlerësojmë. Din nga Shqipëria ke konflikte, Maqedoni ke konflikte, Kosovë ke konflikte, Serbi ke konflikte, në Malzi ke Rusin, pra këtu e ke përdore këtë gjë, përdore si levrish, për ta përdore si lev për ta çuar pas në gjithë rajonin. Zoti Zusi? Pa ju shmangur 3 prioriteteve që ju thanë, në fakt, Telecommunication. Ndërthurja e komunikimit, energji dhe defense. Teknologjinë e informacionit. Unë besoj se 2 shtyllat që mund na bëjnë komplementar me Europën, nga gjithë informacionet, komunikimet që unë kam, që kemi, çfarë lexojmë, janë energjia 1, sepse energjia... Pak shkurt lutem se 2 minuta ka fundit pjesë. Është energjia 1, dhe dyta lëndët e para vetë të industrializuara të cilat sot i mungojnë Europës. Europa sot është në një uri të jashtëzakonshme për lëndë para. Ka tregje shumë të mira, ka produktet besuara, produktet gjermane, franceze, italiane... Kanë tradit, kanë emër, gjithçka, kanë treg. Të gjitha kompanit, thash në 2 muajt e fundit mund kem vizituar mbi 9 panajire të ndryshme, të gjitha kompanit europiane duan lëndë të para, gati edhe 2 fishin asaj që janë të hetura për janë të hetura, dhe në momentin që ti ofron, unë ju ofroj mundësin e lëndëve të para të përpunuara, të procesuara, edhe deri në nivelin 90-95% procesim, akoma më mirë. Pra nuk është se duan lëndë para krudo. Grezzo, fare... Jo, grezzo, jo. E duan të industrializuar, janë gatshëm edhe të t'japin industrinë, janë gatshëm edhe të ta financojnë. Vetëm ma bëj ti. Po ma bëj ti, ma lër mua 5% që në fundit që t'i vënë stampën ti me Made in Germany, apo etj. Edhe garancinë e gjithë. Dhe në momentin kur unë ju ofroj që përveç lëndëve të parë, përveç, le të themi, produkteve të industrializuara, të gjeneruar nga Shqipëria, mundem që të marr edhe nga rajoni Maqedoni, Kosovë, etj. Biseda bëhet jashtëzakonisht atraktive. Biseda bëhet jashtëzakonisht atraktive. Pse? Sepse Europa sot po përjeton një deficiencë për shkak të thyrjes së marrëdhënieve me Kinën, të thyrjes së marrëdhënieve me disa vende të tjera, edhe të Amerikës Latine, edhe për shkak të dampingut ekonomik, tarifat me Amerikën, mosbesimin që kanë ndaj produkteve të Amerikës Latine, ta pranojmë edhe këto lloj gjëje, dhe së fundmi edhe për shkak të
kosgjatjes madhe dhe tarifave shumë të larta të transportit. Tu e ka shumë afër. Një kontenjer nuk është më 2.000 euro, 1.800 euro, 1.400 euro nga Azia, ka shku 6-7.000 euro. Disa herë. Trefishuar. Kështu që ky është një opsion, një oportunitet tjetër jashtëzakonshëm që ne kemi për të industrializuar. Ne në vitet e fundit duhet ta pranojmë që pothuajse kemi hequr dorë nga fjala industri. Klasa politike nuk e përmend industrinë, përmend turizmin, përmend këtë, përmend imobiliaret e tjerë, industri nuk e përmend. Duhet i kthejmë Por industrisë. ne duhet i kthejmë industrisë. Europa që ne po shkojmë drejt saj dhe me të cilën duam të integrohemi, në fakt po merret me industri. Faleminderit, doktor Ceko, me njëherë, sa po të për pak minuta pushim për mesazhet publicitare, sepse kemi mbaruar kohën, dhe do ja fjalën juve. Publiciteti është i rëndësishëm. As i diskutohet, na krijon mundësinë që të organizojmë sa më shumë emisione.